Titullohet Menaxhimi i klasës në arsimin gjithëpërfshirës, botimi shkencor i zëvendëdekanës së Fakultetit të Shkodrës së Edukimit të Universitetit Shkodër, Arlinda Ymeri, dhe psikologe klinike Erodita Fshazi. Promovimi i këtij libri tërhoqi si radhë herë interesimin e dukshëm të studentëve, pedagogëve, mësuesve të arsimit nënvjeçar dhe të tjerë. Ky libër është i rëndësishëm si rezultat i një ndikimi në rritje të mësuesve mbështetës në komunitetin tonë dhe një qasje e cila kërkon përqafim gjithëpërfshirës nga të gjithë punonjësit e shëndetit mendor dhe një punë ndërdisiplinore nga të gjithë përfaqësuesit që sot dalin nga bankat e shkollës. Mësuesve special dhe të shkollave speciale dhe të organizatave mund të shërbejnë në njohjen e karakteristikave që ky fëmijë shfaq në ambientet e klasës dhe shkollës, por realisht është i dizenjuar për të shërbyer mësuesve mbështetës, mësuesve lëndor dhe mësuesve që menaxhojnë një klasë kolektive në mënyrë që të di se si të administrojë dhe të ndajë rolet dhe përgjegjësitë me mësuesin mbështetës dhe me menaxhimin e klasës në tërësi. Sepse ky është thelbi kryesor që një mësues mbështetës ta lehtësojë fëmin që ta angazhohet dhe jo ta zëvendësojë atë. Botim me shumë interes e vlerësoi këtë libër dhe rektori i Universitetit Luiç Gurakuqi, profesor Tonin Xhuraj. Siç ju e dini, pedagogjia sociale tashmë është një program studimi në Universitetin e Shkodrës, madje mund të thojë një program studimi i suksesshëm, një lëndë e cila zhvillohet pranë këtij fakulteti dhe pikërisht në këtë program studimi dhe na vjen si një produkt i arsimit gjithëpërfshirës. Unë jam një nga ata që besoj tek arsimi i gjithëpërfshirës dhe besoj që një universitet, një shoqëri është më e drejtë nëse përveç se duhet të garantojë një diplomë cilësore dhe suksesin e individëve, pra të nxënësve dhe të studentëve, duhet që spari të jap shansin çdo individi në shoqëri që të ketë mundësi të arsimohet. Gjatë provimit të këtij libri pati vlerësime dhe nga pedagogë specialistë të fushës dhe mësues, të cilët theksuan rëndësinë që ka botimi për klasën gjithëpërfshirëse, në veçanti si një botim me rëndësi themelore e cilësoi drejtoresha e zyrës vendore të arsimit Shkodër, Briselda Kadia, për ndikimin që përmbajtja e tyre jap mësuesve të klasave gjithëpërfshirëse, të cilët përbëjnë një numër të konsiderueshëm në sistemimin arsimor nënvjeçar.